Autostrada Gjilanit do duhet quajë që në 2018 si vatër e korrupsionit. Ajo autostradë nuk është kjo realitet. Mbyll e keni lënë lloç atë autostradë. Nuk është folur sa duhet se si e kemi gjetur atë institucion. Ne kemi trashëguar në gjendje me 184 milion euro borxhe në shpronësime, me rrugë të filluara keq, pa shpronësime, pa elaborate, pa studime fizibiliteti e pa mbikëqyrje. Nëse në Kosovë dikush duhet mbajë përgjegjësi për gjendjen e infrastrukturës në vend, është mandati ku ka qeverisur aty pa lekaj, ku po ta marr shembull autostradën Gjilanit, cilën e përmendën, një projekt 90 milionësh i cili fillon pa u kryer shpronësimi, pa u bë shpime gjeomekanike, edhe pa pas kontraktim të mbikëqyrjes së jashtme, është për mua autostrada Gjilanit do duhet quajë që në 2018 si vatër e korrupsionit në vend. Dhe Jo, veç koha, valon veç pak. 30 sekonda. Flet për autostradën Prishtinë-Gjilan, ku edhe 40 milion euro ka qenë ndomen nga buxheti i shtetit për me përmbyll atë autostradë, keni pas me shtu edhe 40 milion tjera me përmbyll, nuk e keni përmbyll. Premtimi ju i ka qenë që në 2023 autostrada Prishtinë-Gjilan kryhet. Ajo autostradë nuk është kjo realiteti. Domethënë nuk e keni kry, po flasim për ta të 30 sekonda lutna. Flasim për një projekt që e keni premtuar dhe vetë që keni përmbyll, nuk keni përmbyll e keni lënë lloç atë autostradë. Madje edhe një ur ju ka ndosh 3 vjet juve me përmbyll apo flet për planet të vizibilitetit. Kur flas për standardizimin e infrastrukturës, pikërisht kjo. Ju keni filluar autostradë pa mbikëqyrje, pa shpronësim, pra pa elaborate shpronësimi dhe pa projekt mirëfillt. Autostrada Gjilani do të kryhet deri në Gjilan, jo, po deri në